Përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë episod të veçantë. Sot do të ndalemi te një temë që na prek të gjithëve dhe dashuria për gjuhën tonë anëtare. Në kuadër të 21 shkurtit, ditës ndërkombëtare të gjuhës anëtare, e shpallur nga UNESCO, kemi zgjedhur ta trajtojmë këtë temë në një mënyrë ndryshe, përmes një letër dedikuar vetë gjuhës shqipe. Sepse gjuha nuk është thjesht mjet komunikimi, ajo është kujtesë, identitet, histori dhe ndjenjë. Është fjala e parë që shqiptojmë dhe tigull që na shoqëron gjatë gjithë jetës. Në këtë episod do të dëgjoni një letër për gjuhën shqipe, një mesazh mirënjohjeje, respekti dhe premtimi për ta ruajtur e për ta pasuruar gjuhën tonë çdo ditë. Qëndroni me ne dhe le ta besojmë së bashku bukurinë e Shqipës. Dëgjojmë një letër drejtuar gjuhës shqipe. Letër për gjuhën shqipe. E dashur gjuhë shqipe, ti je zëri im i parë dhe fjala ime e parë. Me ty kam mësuar të them nën, të qesh, të ndërroj dhe të shpreh çdo ndjenjë që kam në zemër. Ti je më shumë se një gjuhë, je identiteti im, rrënja ime dhe historia ime. Nëpërmjet teje njoh këngët, vallet, tregimet dhe poezitë që kanë kaluar nga brezi në brez. Me ty janë shkruar vargjet e bukura të Naim Frashërit dhe romanet e fuqishëm të Ismail Kadares. Ti ke mbijetuar ndër shekuj dhe ke qëndruar e fortë, duke na bashkuar kudo që jemi. Premtoj të flas bukur, të shkruar drejt dhe të ruaj me krenari, sepse duke të ruajtur ty, unë ruaj veten time dhe trashëgiminë e kombit tim, me dashuri dhe respekt një folës i gjuhës shqipe. Disa arsye pse e duam gjuhën shqipe. Është gjuha jonë anëtare, në të themi fjalët e para dhe shprehim ndjenjat më të thella. Na ndihmon të mendojmë dhe të ndërrojmë, sepse mendojmë me gjuhën tonë. Është ndër gjuhët më të vjetra në Evropë, me rrënjë të lashta e lire. Ajo ka një alfabet unike me 36 shkronja. Ajo është pasuri gjysore. Na jep identitet. Gjuha shqipe është pjesë kryesore e identitetit kombëtar. Është trashëgimi që duhet ruajtur, siç fikson UNESCO, gjuhët anëtare janë pasuri botërore. Është e bukur dhe melodioze, plot fjalë me tingull të ëmbël dhe kuptime të thella. Ruajmë historinë dhe tradita, përmes saj trashëgojmë kulturën, zakonet dhe këngët popullore. Dhe kështu vim në fund të këtij episodi kushtuar 21 shkurt, ditës ndërkombëtare të gjuhës anëtare. Sot kuptuam se gjuha nuk është thjesht fjalë, ajo është rrënja jonë, identiteti ynë dhe ura që lidh breza. Ndërmjet saj ruajmë histori, kulturën dhe shpirtin e kombit tonë. Le ta duam, të flasim drejt dhe shkruajmë bukur të ta përcjellim me krenari gjuhën tonë shqipe. Jo vetëm sot, por çdo ditë. Faleminderit që ishit me ne. Deri në episodin e radhës mos harroni çdo fjalë ka fuqi dhe gjuha jonë është pasuria jonë.